sonte është nata e Kadrit dhe sipas fesë islame agjerimi dhe falja e namazit gjatë kësaj nate konsiderohen të vlefshme sa 1000 muaj. Nata e Kadrit shënon zbritjen e Kuranit në tokë dhe fillimin e shkrimit të librit të shenjtë. Nata e Kadrit është në 10 ditëshin e fundit të muajit të Ramazanit, ndërsa tradicionalisht kjo natë shënohet në ditën e 27 të muajit Ramazan. Me lejen e Zotit në natën e Kadrit thuhet se zbresin engjëj dhe shpirt për secilën çështje, ndërsa kjo natë është paqe deri në angim të mëngjesit. Pra, vlerat, dhuntit, mirësit e kësaj nate, mu në këtë natë. Dhe është natë shumë me vlerë. Por, cila është ajo natë? Ku gjendet si të dim cila është ajo natë? Pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë, kërkonje këtë natë në 10 ditëshin e fundit të muajit Ramazanit, kurse në një transmetim tjetër në 10 ditëshin e fundit në netet tek. Pra, nata e Kadrit është në një nga netet tek të muajit Ramazanit. Dietarët islam, disa prej tyre thanë që është një natë e cila lëviz nga një natë në tjetër. Do më thonë, si mjetë mund të jetë në natën e 21, motin tjetër në natën e 23, në motin tjetër në natën e 25, do më thonë lëviz. Kurse një pjesë tjetër e madhe thanë që kjo natë është rrimë një vend. Vetëm duhet të dihet se kush është kjo natë. Dhe secili me ijtihadin e tij, me përpjekjen e tij mendore dhe me transmetimet që u vinin nga ana e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe me shenjat të cilat i ka ajo natë që transmeton pejgamberi alayhi salatu wassalam, konstatuan. Disa prej tyre thanë që është nata e 21, disa thanë nata e 23. Por shumica nga të gjithë këto transmetim, shumica e tyre ishin të mendimit që kjo natë është nata e 27 e muajit Ramazan.